Salla e gjyqit kishte atë heshtje në rënd që zakonisht vinte pak para se të merrej një vendim i rëndësishëm. Ajri duke i trash, i ngarkuar me pritje dhe nervozizëm, ndërsa dritaret e larta lejonin një dritë të zbehtë të pasdites të binte mbi dyshemen prej drurit të vjetër. Ishte një nga ato ndërtesa të mëdha gjyqësore në një qytet bregdetar europian, ku muret mbanin ende erën e historive të vjetra, të pafajshmëve të shpallur fajtor dhe të fajtorëve që kishin shpëtuar. Askush në sallë nuk priste që dita të mbahej mend për një vajzë 3 vjeçare. Gjithçka kishte filluar si një seancë rutinë. Në bankën e dëshmitarëve pritej të dilnin disa oficer policie. Në qendër të vëmendjes ishte një çështje ndërlikuar që kishte tërhequr interesin e mediave për javë të tëra. Në korridoret jashtë sallës, gazetarët flisnin me zë të ulët, duke përsëritur detaje që tashmë i dinin përmendësh. Por brenda sallës, në rreshtin e fundit, një grua e mbante në prehër një vajzë të vogël me flokë të errët dhe kaçurela të buta. Vajza quhej Emily Carter. Ajo nuk dukej as pak si dikush që duhej të ishte në një sallë gjyqi. Në dorë mbante një lodër të vogël prej pelushi të konsumuar në cepat e saj, dhe këmbët e vogla i lëkunte pa pushim. Her pas here shikonte lart drejt tavanit të lartë, sikur po përpiqej të kuptonte pse të rriturit rreth saj dukeshin kaq të ngrirë. E ëma, Sofia Carter, nuk e hiqte dorën nga supi i saj. Ajo kishte hezituar shumë përpara se ta sillte vajzën këtu. Në fakt, kishte premtuar vetes se nuk do ta bënte kurrë. Por rrethanat kishin ndryshuar shpejt, shumë shpejt, dhe tani nuk kishte më zgjedhje. Në anën tjetër të sallës, pranë bankës së prokurorisë, qëndronte një qen policie i madh, me qime ngjyrë kafe të errët dhe sy të mprehtë që lëviznin vazhdimisht, duke vëzhguar çdo lëvizje në dhomë. Ai quhej Reg. Reg nuk ishte një qen i zakonshëm policie. Brenda departamentit, emri i tij përmendej me një lloj respekti të heshtur. Kishte marrë pjesë në operacione të rrezikshme. Kishte zbuluar prova që njerëzit i kishin humbur dhe kishte ndihmuar në arrestimin e disa personave shumë të rrezikshëm. Por sot ai duke i pazakon. Qëndronte i ulur pranë trajnerit të tij, oficer Daniel Brooks. Por vëmendja e tij nuk ishte tek të rriturit. Sytë e qenit ishin ngulur vazhdimisht drejt rreshtit të fundit. Drejt Emily. Daniel e vuri re këtë pothuajse menjëherë. Ai e njihte Regjin prej 5 vitesh dhe dinte mirë kur qeni po reagonte ndaj diçkaje të pazakon. Normalisht, Reg skanonte dhomën në mënyrë metodike, profesionale. Sot, ai duke i fokusuar, i tensionuar. Danielu përkul pak dhe i përshpëriti butë. E asy, boj. Reg nuk i hoqi syt nga vajza e vogël. Në rreshtin e fundit, Emily kishte pushuar se lëkunduri këmbët. Ajo po e shikonte qenin, jo me frikë, por me një përqendrim të çuditshëm për një fëmijë 3 vjeçar. Sofia e ndjeu trupin e vajzës të ngurtësohej pak në prehërin e saj. Emily, i përshpëriti ajo me zë të ulët. Vajza nuk ju përgjigj. Sytë e saj të mëdhenj kafe mbetën të ngulur tek Reg, sikur mes tyre të kishte kaluar një sinjal që askush tjetër në sallë nuk mund ta shihte. Minutat kalonin ngadalë. Gjyqtari hyri në sallë dhe të gjithë u ngritën në këmbë. Zhurma e karrigeve që lëviznin theu për një moment heshtje në rënd. Procedurat filluan, zërat u bën zyrtar, të ftohtë, të parashikueshëm, por diçka nën sipërfaqe nuk ishte normale. Reg filloi të lëvizte bishtin shumë lehtë, jo në mënyrë lozonjare, në mënyrë të kujdesshme. Daniel e ndjeu menjëherë. Ai uli syt nga dosja që mbante dhe përsëri pa drejt rreshtit të fundit. Vajza e vogël tani ishte përkulur pak përpara në prehrin e nënës së saj. Dhe pastaj ndodhi. Me një zë të butë, të pastër dhe krejtësisht të papritur në atë sallë të tensionuar, Emily foli. Reg, ti më mban mend. Fjalët ranë në heshtje si diçka që nuk duhej të kishte ndodhur. Koka e Danielit u kthye menjëherë. Disa njerëz në rreshtat përpara u kthyen instinktivisht. Sofia ngriu. Ajo nuk ja kishte thënë kurrë vajzës emrin e qenit. Jo kurrë. Reg u ngrit në këmbë. Plotësisht. Dhe për herë të para të ditë, në sallën e gjyqit u përhap një ndjesje ftohtë që askush nuk dinte si ta shpjegonte. Reg qëndroi në këmbë, i tendosur, me veshët drejt përpara dhe sytë ngulur tek vajza e vogël, sikur çdo gjë tjetër në sallë kishte pushuar se ekzistuari. Një murmurim e lehtë kaloi mes njerëzve, por u shua shpejt nga trokitja e çekiçit të gjyqtarit mbi bankë.
Rregull në sallë. Zëri ishte i prerë, por jo aq i fortë sa të shpërqendronte plotësisht vëmendjen e të pranishmëve. Sepse diçka kishte ndryshuar. Ishte ajo ndjesia e padukshme që përhapej në hapësira kur diçka e papritur po afrohej. Në rreshtin e fundit, Sofia e shtrëngoi pak më fort vajzën në prehër. Emily, zemër, pëshpëriti ajo me zë që i dridhej. Por Emily mezi e dëgjoi. Ajo ishte përkulur pak përpara, sytë e saj të mëdhenj të ngulur tek qeni, me atë seriozitet e çuditshëm që nuk i përkiste një fëmijë 3 vjeçar. Lodrën prej pelushi e mbante ende në dorë, por tani gishtat e saj e shtrëngonin më fort. Req bëri një hap të vogël përpara. Zinxhiri i tij metalik kërciti lehtë. Oficer Daniel Brooks reagoi menjëherë, duke e mbajtur me një tërheqje të butë por të vendosur. Stau, Req. Zakonisht, qeni i bindur do të ishte ulur menjëherë. Sot, ai nuk u ul. Trupi i tij ishte i ngurtë, por jo agresiv. Ishte më shumë si njohje. Si një qen që kishte dalluar diçka të njohur në një vend ku nuk duhej të kishte asgjë të tillë. Daniel ndjeu një pickim shqetësimi në stomak. Ai e njihte gjuhën e trupit të Regjit më mirë se të kujtdo. Kjo nuk ishte sjellje alarmi. Nuk ishte as stres. Ishte fokus emocional. Dhe kjo ndodhte shumë rrallë. Në bankën e avokatëve, një nga gazetarët uli stilolapsin ngadalë mbi blok. Instinkti profesional i tha se diçka interesante sapo kishte filluar. Emily foli përsëri, me atë zë të butë që mezi kalonte mbi pëshpëritjet e sallës. Mos u mërzit, unë jam këtu. Një val tjetër murmurimash përshkoi sallën. Sofia tani ishte zbehur dukshëm. Emily mjafton, tha ajo këtë herë pak më fort, por ende duke u përpjekur të mos tërhiqte vëmendje. Vajza më në fund ktheu kokën nga ëma. Sytë e saj ishin të qetë. Shumë të qetë. Mami, ai është i trishtuar. Sofia ndjeu një të ftohtë që i kaloi përgjatë shpinës. Në anën tjetër të sallës, Daniel u përkul pak më poshtë pranë qenit, duke vëzhguar çdo reagim të tij. Req tani po lëvizte bishtin ngadalë me kujdes, por nuk i hiqte syt nga Emily. Diçka po lidhej mes tyre. Diçka që nuk kishte kuptim. Gjyqtari i bezdisur nga shpërqendrimi ngriti syt mbi syzet e tij. Nëse ka ndërprerje të tjera. Ai nuk e mbaroi fjalinë, sepse në atë moment Emily tha diçka që e ndryshoi plotësisht atmosferën në sallë. Zëri i saj ishte i ulët, po thuaj si një sekret. Ai ishte aty atë natë. Heshtje. E plot. Trupi i Danielit u tendos menjëherë. Sytë e tij u ngushtuan. Çfarë the, zemër? Përshpëriti Sofia, tani hapur e trembur. Emily nuk e shikonte më as nënën. Ajo shikonte vetëm Regjin. Në shtëpinë me dritën e kuqe, vazhdoi ajo me zë të qetë. Ai më gjeti. Një karrige kërciti fort diku në rreshtat e përparme. Daniel ndjeu pulsin t'i rrihte më fort, sepse vetëm pak njerëz e dinin për atë operacion. Dhe asnjë fëmijë 3 vjeçar nuk duhej ta dinte. Req lëshoi një rënkim shumë të lehtë. Jo frike, jo agresioni, por diçka që tingëllonte çuditërisht si njohje. Dhe në atë moment, për herë të parë atë ditë, Daniel Brooks kuptoi se kjo seancë gjyqi sapo kishte dalë plotësisht jashtë kontrollit. Daniel nuk e kuptoi që ishte ngritur në këmbë derisa ndjeu zinxhirin e Regjit të tendose në dorën e tij. Instinkti profesional po i bërtiste se duhej ta mbante situatën nën kontroll. Çdo oficer kënënd mëson herët se emocionet në sallë gjyqi janë të rrezikshme, sepse një reagim i gabuar mund të prish gjithçka. Por kjo nuk ishte një situatë normale. Ai e shikoi vajzën me vëmendje të mprehtë. 3 vjeç. Shumë e vogël për të trilluar me atë qetësi. Shumë e saktë për të qenë rastësi. Zonja Carter, tha gjyqtari me ton të përmbajtur, ju lutem qetësoni fëmijën. Sofia u përpoq menjëherë. Emily, zemër, duhet të rrim të qeta tani, në rregull, por Emily tashmë ishte rëshitur pak nga prehri i së ëmës. Këmbët e saj të vogla prekën dyshemen dhe ajo qëndroi në këmbë, ende duke mbajtur lodrën e pelushit. Disa njerëz në sallë mbajtën frymën. Fëmia bëri një hap të vogël përpara në korridorin mes karrigeve. Req reagoi menjëherë, jo duke u tërhequr, por duke u ulur ngadalë në tokë, siç bënte kur përballej me një person që nuk e konsideronte kërcënim. Daniel e ndjeu zemrën t'i rrihte më fort. Kjo ishte e pazakontë. Shumë.
Emilu, tha Sofia këtë herë me zëmë të prerë, duke u përkullur për ta kapur. Por vajza foli përsëri me sytë ende tek qeni. Ai erdhi kur ishte errësirë. Një murmurim tjetër përshkoi sallën. Prokuroria ngriti kokën me njëherë. Daniel ndjeu stomakun t'i shtrëngohej, sepse operacioni për të cilin po mendonte kishte ndodhur natën. Dhe kishte pasur një shtëpi me dritë të kuqe në verandë. Ai u përkul pak përpara, zëri i ulët, profesional. Zonja Carter, a ka qenë vajza juaj ndonjëherë në kontakt me njësin ton kënënd? Sofia duke e hutuar. Jo kur. Unë nuk mendoj. Fjalët ju shuan. Sepse Emilu po tunte kokën lehtë. Ai më gjeti poshtë tavolinës. Këtë herë heshtja në sallë u bë rënd si plumë. Një nga gazetarët filloi të shkruante me shpejtësi. Daniel ndjeu një të ftohtë që i ngjitej përgjatë qafës. Poshtë tavolinës. Ai e mbante mend shumë mirë atë natë. Shtëpia e bastisur. Drita e kuqe që pulsonte jashtë. Dhe Regj. Regj kishte sinjalizuar praninë e dikujt të gjallë në një dhomë që dukej bosh. Daniel foli shumë ngadalë tani. Emilu zemër çfarë tavoline. Vajza më në fund bëri një hap tjetër përpara në korridor. Sofia u ngrit me njëherë për ta ndalur, por gjyqtari ngriti dorën. Prisni. Diçka në tonin e tij kishte ndryshuar. Emilu ngriti lodrën e saj prej pelushi dhe shtrëngoi fort. Tavolina e madhe me këmbë të zeza, tha ajo butë. Unë po qaja. Regj lëshoi një rënkim të ulët. Daniel ndjeu gjakun t'i tërhiqej nga fytyra, sepse në raportin e asaj nate kishte pasur një fëmijë. Një fëmijë që ekipet sociale e kishin marrë para se ai të arrinte ta shihte. Ai kishte parë vetëm batanien, vetëm gjurmët, vetëm Regjin që refuzonte të largohej nga ajo tavolinë. Zëri e Emilut erdhi përsëri, i butë, i sigurt. Ti më preke dorën. Këtë herë disa njerëz në sallë hapën sy të tmerruar. Daniel nuk lëvizi, nuk mundi, sepse pa pritur. Ai e kuptoi. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh në shërbim, oficer Daniel Brooks ndjeu diçka që nuk e ndjente shpesh. Pa siguri të pastër, një peshë e padukshme ra mbi sallën e gjyqit. Daniel nuk e kuptoi që po shtrëngonte fort zinxhirin e Regjit derisa nyjat e gishtave ju zbardhën. Mendja ishte kthyer me forcë pas në atë natë. Në atë shtëpi që mbante ende erën e lagështisë dhe frikës. Një fëmijë. Raporti kishte qenë i paqartë. Ekipi i shërbimeve sociale kishte mbërritur shpejt, shumë shpejt. Ai nuk e kishte parë kur fëmijën me sytë e tij. Deri tani, sytë e tij u kthyen ngadalë tek Emilu. Sa vjeç je, zemër? Pyeti ai, me zë që mundohej të mbetej profesional. 3, tha ajo thjesht. Një përshpëritje e mprehtë përshkoi sallën. Daniel bëri një llogari të shpejt në mendje. Koha përputhej. Shumë sakt. Sofia tani duke e tronditur. Unë nuk e kuptoj, tha ajo me zë të ulët. Për çfarë po flisni? Por askush nuk ju përgjigj me njëherë. Sepse Regj lëvizi. Ngadalë. Me kujdes. Ai bëri një hap përpara drejt korridorit, duke e tërhequr lehtë zinxhirin nga dora e Danielit. Nuk ishte një tërheqje e fortë. Ishte ajo lëvizja e butë që Regj bënte vetëm kur ishte absolutisht i sigurt për diçka. Daniel e dinte atë lëvizje. E kishte parë 10 herë në operacione kërkimi. Regj kishte identifikuar dikë. Dhe këtë herë ishte një fëmijë 3 vjeçar në mes të një salle gjyqi. Gjyqtari u përkul pak përpara, fytyra e tij tani serioze. Oficer Brooks, a ka ndonjë arsye që qeni juaj po reagon kështu? Daniel mori frymthell. I nderuar gjyqtar, tha i ngadalë. Regj reagon kështu vetëm kur njeh një subjekt nga një operacion i mëparshëm. Fjalët ranë rënd në sallë. Sofia u kthye me njëherë nga vajza. Emilu zemër, çfarë po thua? Emilu më në fund i hodhi një vështrim të shkurtër së ëmës. Pastaj u kthye përsëri nga Regj. Zëri i saj ishte i butë. Po thuaj si një kujtim që po dilte vetë në sipërfaqe. Ishte errët dhe unë kisha frikë. Regj u ul plotësisht në tokë. Bishti i tij prekte dyshemen me lëvizje të ngadalta. Daniel ndjeu një therrje të fortë në kraharor, sepse kjo ishte sjellja që Regj kishte treguar vetëm një herë më parë, kur kishte gjetur një viktim të gjallë në një operacion shpëtimi. Vetëm një herë. Emilu vazhdoi. Ti lehje shumë fort.
Një kujtim i gjallë shpërtheu në mendjen e Danielit. Req që lehte pa pushim në atë dhomë. Req që refuzonte të lëvizte. Req që gërmonte pranë tavolinës së madhe me këmbë të zeza. Zëri e Emilyt u bë edhe më i butë. Pastaj erdhe dhe më dhe dritë. Një nga juristët në sallë lëshoi pa dashje një pëshërtim. Sofia vendosi dorën mbi gojë. Oh, Zot! Danielu përkul pak, tani me zë shumë më të ullët. Emilio atë kujtohej çfarë ndodhi më pas. Vajza mendoi për një moment, pastaj tha diçka që e bëri gjithë sallën të ngrinte frymën. Ai burri u zemërua. Heshtje absolute. Sytë e Danielit u ngushtuan menjëherë. Çfarë burri? Pyeti ai. Emilio ngriti dorën e vogël dhe tregoi drejt përpara. Jo drejt regjit, jo drejt nënës, por drejt bankës së të pandehurit. Dhe në atë moment, fytyra e burrit të ulur atje u zbardh krejtësisht. Gjithçka në sallën e gjyqit u ngrir për disa sekonda. I pandehuri, një burr i gjatë me flokë të errët dhe sy të shprehshëm, u shtrëngua në karrigen e tij, fytyra e tij u zbehtua si letra. Avokati i tij i bëri një shenjë të shpejtë të qetësohej, por ishte e qartë se asaj nuk e priste këtë. Emily, me lodrën e saj të pelushit akoma në dorë, tregoi me gishta drejt tij. Ai më mori dorën dhe më tha të mos qaja. Një pëshërtim e lehtë u dëgjua nga gazetarët, por askush nuk e priti dot reagimin e regjit. Qeni lëshoi një lehim të ulët dhe të vazhdueshëm, jo të frikës, jo të agresivitetit, por të njohjes. Sikur të thoshte, e di këtë njeri. Daniel Brooks i përshpëriti vetes. Nuk mund të jetë. Por Emily vazhdoi pa u ndalur, zëri i saj i vogël mbushur me qetësi dhe siguri. Ai më mori nga dhoma e kuqe. Ai nuk donte që të thosha diçka. Salla u mbush me një heshtje të rëndë, ku çdo frymëmarrje dukej më e fortë se më parë. Të gjithë ndjenin rëndësinë e fjalëve të një fëmije 3 vjeçare në një sallë gjyqi. Gjyqtari i shqetësuar foli me ton të prerë, që të gjithë të qëndrojnë të qetë. Zonja Carter, nëse mundeni, lutemi që fëmia të rri me qetë. Sofia ju lut vajzës që të ulej, por Emily shkëputi lehtë dorën nga prehri i nënës dhe me vendosmëri hodhi një hap përpara. Reg, duke kuptuar sinjalin, ngriti kokën dhe qëndroi mbi këmbët e tij të përparuara, duke u përgatitur për çdo lëvizje që fëmia mund të bënte. Ai më preku dorën, përsëriti Emily me zë të qetë, dhe pastaj unë e pash fytyrën e tij. Ai nuk ishte i lumtur. I pandehuri tani ishte i zbet nga trupi poshtë kokës deri te shpatullat. Ai nuk mund të fshihej dot. Të gjithë në sallë mund të ndjenin tensionin që dilte nga ai. Daniel, me përvojën e tij të gjatë me Req, kuptoi menjëherë. Ky qenie kishte shpëtuar një fëmijë nga diçka shumë e rrezikshme se sa raportet zyrtare treguan. Dhe tani, pikërisht në këtë sallë, fëmia po identifikonte të pandehurin me një qetësi të çuditshme për një 3 vjeçare. Gjyqtari foli përsëri, më i ngadalshëm këtë herë. Zonja Carter, zonje, a ka diçka që mund të shtoni? Sofia u përkul, tërësisht e paralizuar. Nuk dinte si ta shpjegonte. Nuk ishte as çështja e saj të interpretonte fjalët e një fëmije që kishte përjetuar tmerrin në mënyrë që askush tjetër nuk mund ta kuptonte. Emily ngriti lodrën e pelushit dhe e mbajti ngushtë pranë kraharorit. Ajo foli përsëri. Ai tha, nuk duhet u thosha të tjerëve. Por Reg, ai erdhi për mua. Një lehim i ulët nga Reg theu heshtjen. Nuk ishte thjesht zëri një qeni. Ishte një mesazh që vetëm Daniel mund ta kuptonte. Reg po konfirmonte çdo fjalë që Emily kishte thënë. Ai po shprehte njohjen për atë burr. Njohjen që vetëm një qen i trajnuar për operacione shpëtimi mund të perceptonte. I pandehuri tani ngriti pak kokën si të kuptonte se fëmia nuk po gënjente. Fytyra e tij u përplas me frikë të dukshme. Ai nuk mund të thoshte asgjë, sepse diçka që nuk ishte në raportet e gjyqit sapo ishte zbuluar. Gjyqtari i hodhi një sy avokatit të mbrojtjes dhe pastaj përsëri drejt Daniel Brooks. Oficer, a do të shpjegoni çfarë po ndodh këtu? Daniel mori frymë thellë dhe tha. Reg ka identifikuar subjektin që fëmia ka përjetuar natën e operacionit. Ajo natë ishte errësirë dhe kishte një dritë të kuqe. Reg nuk gabon. Dhe tani fëmia sapo ka treguar gjithçka që Reg ka përjetuar gjithashtu. Një heshtje absolute mbizotëroi sallën. Çdo fytyrë atje, nga gazetarët deri te gjyqtari,
Kuptoi se ajo që po ndodhte nuk ishte thjesht një fëmijë që po rrëfente tmerrin e saj. Ishte një prova e drejtpërdrejtë dhe e papritur që mund të ndryshonte rrjedhën e çështjes në mënyrë dramatike. Emily me sytë e saj të mëdhenj të qetë, hodhi një hap përpara drejt Regjit. Dhe qeni lëshoi një lehim të butë, sikur të thoshte, "Është e vërtetë. E kam parë gjithçka." Dhe në atë moment, askush në sallën e gjyqit nuk ishte i përgatitur për atë që do të ndodhte më pas. Përplasja e tensionit në sallën e gjyqit arriti kulmin. I pandehuri u ngrit papritur nga karrigia, fytyra e tij e zbehtë dhe dora që dridhej pak. Ai nuk e priste kurrë që një fëmijë 3 vjeçare të identifikonte çdo detaj të natës së operacionit. Dhe më e keqja, Req po e konfirmonte çdo fjalë. Nuk ka si të jetë e vërtetë, tha ai, zëri i tij i dridhur duke përplasur në heshtje sallën. Gjyqtari goditi fort me çekiç mbi bank. "Qetësohuni, sallë gjyqi." Por fjalët e gjyqtarit u zhdukën në tensionin që mbizotëronte. Req lëshoi një lehim të ulët dhe të vazhdueshëm. Nuk ishte një lehim frike. Nuk ishte një lehim agresioni. Ishte një lehim paralajmërimi. Daniel Brooks e kuptoi menjëherë. Req po sinjalizonte rrezikun. Dhe ky rrezik ishte i pranishëm në sallë. Emily ngriti sytë e saj të mëdhenj dhe të qetë drejt burrit. Zëri i saj i vogël nuk kishte asnjë dridhje. "Ti nuk duhet të bëje atë gjë, por unë jam këtu tani." Salla u mbush me një heshtje të tmerrshme. Askush nuk e priste këtë guxim nga një 3 vjeçare. Fjalët e saj ishin të qarta, të drejtpërdrejta dhe tronditëse. I pandehuri u përkul pak, duke u përpjekur të thoshte diçka. Por çdo fjalë mbeti në gojën e tij. Ai e kuptoi që ajo që po rrëfente Emily nuk ishte një trillim. Çdo lëvizje, çdo lehim i Regjit, çdo fjalë e vogël e vajzës, konfirmonte atë që kishte ndodhur natën e errët me dritën e kuqe. Gjyqtari foli ngadalë, me zë që përpiqej të qetësonte situatën. "Zonja Carter, Emily, ju lutemi që të rrim të qetë dhe të tregoni vetëm atë që është absolutisht e nevojshme." Emily u kthye nga Regj dhe foli përsëri. Ai donte të më ndalte, por Regj erdhi për mua. Ai më gjeti nën tavolinë dhe nuk më lejoi të lëndohesha. Një rënkim tjetër i ulët u dëgjua nga Regj, sikur të thoshte, "Po, e kam bërë." Daniel Brooks nuk mund të mos shikonte me respekt dhe shqetësim. Një qen kënënd dhe një fëmijë 3 vjeçar kishin zbuluar një ngjarje që as raportet më të detajuara nuk e kishin treguar. Dhe tani, e gjithë sala e gjyqit po përjetonte këtë moment të papritur dhe tronditës. I pandehuri u mbështet pas karrigjes dhe fytyra e tij u bë e bardhë. Ai nuk mund të thoshte asnjë fjalë. Prokuroria shkoi shpejt drejt bankës së saj dhe filloi të shpjegonte. "I nderuar gjyqtar, ajo që po dëgjojmë tani është e jashtëzakonshme. Fëmia ka dhënë një dëshmi që askush nuk e prisnim dhe qeni policor ka konfirmuar çdo element të saj. Kjo do të thotë se dëshmia ka vlerë të jashtëzakonshme për rastin." Salla e gjyqit ishte ngrirë. Gazetarët nuk dinin ku të shikonin. Ndërkohë Emily, akoma me lodrën e saj në dorë, u përkul pak përpara sikur të pohoj. "Nuk kam frikë. Ai nuk mund të më bëjë më keq." Një heshtje totale mbizotëroi për disa sekonda. Të gjithë kuptuan se çfarë po ndodhte. Një fëmijë 3 vjeçare dhe një qen policor po trondisnin sistemin e drejtësisë me guximin dhe saktësinë e tyre të papritur. Daniel Brooks e përkul kokën dhe i përshpëriti Regjit. "Mirë bër, shoku im. E di që e ke kuptuar gjithçka." Req bëri një hap të vogël drejt Emily, bishti lëvizte ngadalë. Por sytë e tij ishin akoma të fokusuar tek i pandehuri. Dhe në atë moment të gjithë e dinin. Çfarëdo që të ndodhte më pas, asgjë nuk do të ishte më e zakonshme. Emily foli përsëri me qetësi që sfidonte moshën e saj. "Nuk do të lejoj që dikush të më tremb. Ti nuk mund të më dëmtoje sepse Regj është këtu." I pandehuri u shtrëngua përsëri. E gjithë arroganca dhe besimi i tij në manipulim u shkatëruan nga fjalët e një 3 vjeçareje dhe nga reagimi i një qeni të trajnuar. Në atë sallë gjyqi, askush nuk ishte i përgatitur për fuqinë e guximit të Emily. Dhe ajo ditë do të mbahej mend si dita kur një fëmijë 3 vjeçare dhe një qen policor ndryshuan rrjedhën e drejtësisë përgjithmonë. Pjesa finale filloi me heshtjen që mbizotëronte në sallën e gjyqit. Të gjithë e kuptonin se çfarë po ndodhte nuk ishte thjesht një çështje ligjore. Ishte një moment ku një fëmijë 3 vjeçare dhe një qen policor kishin bërë atë që askush tjetër nuk mundte. Gjyqtari mori frymë thellë,
duke u përpjekur të mbante kontrollin mbi sallën. Zonja Carter, zonje, Emiliu, faleminderit për ndihmën tuaj. Tani, për shkak të natyrës së çështjes, do të lejojmë që fëmia të përshkruajë atë që ka parë dhe ndjer. Emiliu, ende me lodrën e saj të pelushit, hodhi një hap përpara drejt Regjit. Qeni u ula afër saj, bishti lëvizte lehtë, por sytë ishin të ngulur tek I pandehuri. Ai më gjeti nën tavolinë natën me dritën e kuqe, tha Emiliu me zë të butë, por të qartë. Nuk doja të qaja, por ai ishte I trishtuar. Regj erdhi dhe më ndihmoi. Ai më mbrojti. Një lehim I ulët nga Regj e konfirmoi çdo fjalë. Daniel Brooks, duke vëzhguar çdo lëvizje të qenit, e kuptoi që çdo reagim I Regjit ishte një dëshmi shtesë që nuk mund të injorohej. I pandehuri, I cili deri më tani kishte qëndruar I ngrirë, nuk mund të fshihej më. Fytyra e tij ishte e bardhë dhe të gjitha lëvizjet e tij tregonin frikë të hapur. Ai nuk mund të mohonte momentin, çdo lëvizje e Emiliut dhe çdo reagim I Regjit e ekspozuan atë. Prokuroria u ngrit dhe foli me një ton të prerë. I nderuar gjyqtar, ajo që sapo dëgjuam është e pakontestueshme. Fëmia ka përshkruar saktë ngjarjen dhe qeni ka konfirmuar praninë dhe rrezikun. Kjo është një provë drejt për drejt dhe nuk mund të injorohet. Avokati I mbrojtjes përpiqej të kundërshtonte, por heshtja në sallë ishte e tmerrshme dhe të gjithë e kuptonin se argumentet e tij kishin humbur fuqinë. Gjyqtari përkul kokën dhe tha, duke marrë parasysh dëshminë dhe provat e qarta të prezantuara, unë vendos që I pandehuri të mbahet përgjegjës për veprimet e tij. Një zhurmë e lehtë e shfryrjes u dëgjua në sallë. Disa gazetar filluan të shkruanin me shpejtësi, por askush nuk fliste përveç Regjit dhe Emiliut. Emiliu shikoi Regjin dhe buzëqeshi për herë të parë që nga fillimi I seancës. Qeni lëshoi një lehim të qetë, sikur të thoshte, mirë bër, shoku im. Sofia e përqafoi vajzën e saj dhe tha me zë të ulët, ti ishe e guximshme, zemër, shumë e guximshme. Daniel Brooks u përkul përpara dhe I përshpëriti Regjit. Shumë mirë bër. Asgjë nuk mund të kishte shkuar më mirë. Në atë sallë, të gjithë kuptuan se ajo ditë nuk do të harrohej. Një 3 vjeçare dhe një qen policor kishin bërë atë që askush tjetër nuk mund të kishte bërë. Kishin zbuluar të vërtetën dhe kishin siguruar drejtësi. I pandehuri u shtrëngua dhe u shoqërua jashtë sallës. Ai e kuptoi që asnjë manipulim nuk mund të kishte ndryshuar atë që kishte ndodhur. Dhe ndërkohë, Emiliu dhe Regj qëndruan aty, një fëmijë dhe një qen, duke treguar se guximi dhe vëmendja e pastër shpesh flasin më qartë se çdo fjalë ose dokument ligjor. Dhe kështu historia përfundoi, një histori e pazakontë ku një 3 vjeçare I foli qenit të policisë në gjykatë. Dhe askush nuk ishte I përgatitur për fuqinë e fjalëve të saj.